Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi I takon Allahut xhaleshanuhu. Allahun xhaleshanuhu vazhdimisht e falenderojmë dhe e lavdrojmë. Salate dhe selame I dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam nga ky vend I bekuar, nga kjo xhami e bekuar. Vëllezër të ndershëm besimtar, sot është dita e 15 majit, dita botërore e familjes. Nuk e kam ndërmend që marrë kohë nga koha e juve e shtrenjtë, por nuk do të mund të largohem nga kjo hutbe e xumas pa I thonë disa fjalë rreth kësaj dite. Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 15 maj e shpalli ditën ndërkombëtare të familjes, në mënyrë që të rrise ndërgjegjësimin për problemet dhe çështjet e familjes dhe për të ndihmuar që ato të fitojnë rol të rëndësishëm politikat e shteteve anëtare. Në këtë ditë, në gjithë botën organizohen aktivitete në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, që kanë për qëllim të tregojnë zonat ndryshme të rëndësishme për familjen dhe proceset shoqërore, ekonomike dhe demografike që I prekin familjet. Është fakti vëllezër të ndershëm besimtar se ne sot jemi duke jetu në një kohë kur civilizimin ton po mbizotron kriza familjare. Siç duket kriza shoqërinë bashkohore ashtu më tepër. Kjo krizë ka fillu të rrezikojë shoqërinë tonë, edhe për mrena, edhe për jashtë. Dhe ka që familja si institucion themelor dhe më I ndihshëm me anë të shkatrimit fuqishëm destruktiv ka fillu të rënohet gjithnjë e më tepër. Ne si besimtar besimit Islam dhe ne si shqiptar nuk duhet ta tolerojmë këtë e cila po të roket në shtëpitë tona, sepse kur e them si besimtar I kemi ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e them si shqiptar I kemi traditat tona të cilat janë shumë të vishme nëse I përdormi në jetën tonë të përditshme. Allahu xhaleshanuhu në surën Ar-Rum ajetin 21 thotë: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dhe nga faktet e madhërisë së Tij është që për të mirën tuaj ai krijoi nga ju gratë tuaja ashtu që të gjejnë një prehje tek ato dhe krijoi mes ju dashuri dhe mëshirë. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu na e ban me dije se ato janë kriju për ne, në mënyrë që të gjejmë prehje tek ato. Prandaj dhe familja e shëndosh është burimi I qetësisë shpirtërore, qetësi e cila
po na mungon shumë kohëve të fundit, e që mungesa e kësaj qetësie manifestohet me këtë kaos mes neve, sepse ne e kemi zgjidhur një islam që që dojmë ne. Ne sot jetojmë në kohën e rrjeteve sociale të cilët nëse i shfrytëzojmë mirë janë shumë të mira. Mirë, po për fatkeq ne s'dim për të mirë me i shfrytëzu shumica prej nesh. Dhe çka ndodh? Me bashortën nuk është mirë, me vladin nuk është mirë, me babën nuk është mirë, me nanën nuk është mirë. Kur ta shish atje në status, ajete kuranore, hadithet pejgamberve, e lloj thanje të ndryshme i nxjerr të kujtu se jeta është status i Facebookit ose status i WhatsAppit ose Instagramit. Dhe se të ndershëm besimtar, nuk jetohet me status. Kur e thash më herët se ne kemi traditën tonë shqiptare, vëllezër të ndershëm besimtar, me plot përgjegjësi e them, nuk ka vujt një babë dhe një nanë e cila Allahu xhaleshanu ka dish jetoj vet, si ka dhënë vlad. Mirë po, vllai tjetër i cili ka pasur vlad, ose ja ka dhënë një vlad, jo për birësim se birësimi në islam nuk lejohet, ja ka dhënë një vlad i cili ja kujdes për ta ose e kanë marrë, janë kujdes vazhdimisht për ta. Sot çka ndodh? Një babë dhe një nanë i ka rrit 10 vlad, tos janë gjendje një babë dhe një nanë me rrit. Pse? Po jemi modernizuar na tash. Ka një jetë e re, ka ardhur, diçka të re jemi të provuna, diçka që se kanë pas baballarët tonë, diçka që se kanë pas nanat tona. Dhe kështu vëllezër të ndershëm besimtar, nëse vazhdojmë të shkojmë në rrezik, e kemi familjet tona, duhet jemi nga ata të cilët vetëdijsohemi. Allah si ka bu 6 muaj martesë, hajde bëjmë shkurorëzim, hajde dami se në trend e këtinve jo besimtarve, qafirave t'ju them, me jetu të ndamë, bashkjetesi thojnë, ose një tjetër që e qetën prindi një, prindi dy. Vetë po si thojmë nanë edhe babë, po jo be nasi besimtar, besimit islam, që thellë jemi edhe shqiptar, babës babë kina me i thonë, nanës nanë kina me i thonë. Do të vazhdojë kjo deri në kiamet, e deshtën to se nuk e deshtën. Ne do të vazhdojmë sepse ne kështu jemi të edukum. Dhe gjeneratët e reja duhet morin shembuj nga gjyshrit tonë, nga gjyshet tona, nga baballarët tonë, nga nanat tona, në lidhje me familjen. Kanë shumë shembuj si cilin familjen e vetë. Nuk ka nevoj atë keqen me morë, sepse e keqa vëllezër të ndershëm besimtar me të madhe shpërndahet, sepse atje investohet, atje shumë investohet për qatë edhe shpërndahet me të madhe. Bashkarisht të lusim Allahun xhaleshanu që t'i ruaj familjet tona. Bashkarisht të lusim Allahun xhaleshanu që tritët tonë Allahun xhaleshanu t'i udhëzojë në rrugën e mbarë, t'i udhëzojë me Kur'an, t'i udhëzojë me Sunet, t'i udhëzojë me traditën tonë shqiptare, va Zoti xhaleshanu që dalim prej kësaj donjaje faqebar. Ela inna ahsan al-kalami wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Quran al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu udhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, ndalon nga immoraliteti, nga e nevritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.